Nëse do të kishte një kriter tjetër për kulturën demokratike apo për seriozitetin e kryeministrit, do të ishin 300 vite larg. Që është një kriter tjetër, sjellja, pra është një nga kriteret kryesore në demokraci, që është e njohur e studiuar edhe që i mban demokracitë ashtu siç janë, është vetë përmbajtja e drejtuesve të institucioneve për të bërë mundur që demokracia të funksionojë dhe jo keq përdorimi siç i ka bërë Edi Rama. Kështu që nëse do të ishte edhe ky kriter, do të ishte një 300 vite të tjera. Po të krahasosh pasaj seriozitetin apo karagjoslëkun e kryeministrit, mund të shkonte edhe 500 vite të tjera larg. Pra në këtë kuptim, është një gjë se erozoi sot ky raporti njësoj apo fiks sikur të kishte dalë të dinte sot do ishte presidentja apo kryetarja e komisionit në Shqipëri. Të gjithë treguesit tregojnë që jemi thuajse po e marr për të qenë, po themi, i kursyer gjysmë shekulli pas në të gjitha dimensionet. Diku 70 vite, diku 80, diku 64, diku 53. Të gjitha këto kriteret të cilat ne jemi me shekull, me gjysmë shekulli mbrapa, do të duaj që ne të ecnim me ritme zhvillimi shumë të shpejta se sa vendet e tjera që t'i afroheshin. Ndërkohë që vendet e tjera vazhdojnë me ritme më të shpejta se ne, i bie që ne të thellojmë hendekun dhe jo t'i afrohemi. Pra, nuk ka asnjë element, pra thot për propagandë prap Edi Rama që ne sot në 2027 do të arrijmë që të mbyllim negociatat, po ndërkohë Shqipëria po shkon në regres. Po shkon në regres në forcimin e institucioneve, pra sot të gjitha institucionat i nënshtrojnë vullnetit të një individit vetëm që është Edi Rama. Pra sot nuk ka ligj, nuk ka kushtetut, nuk ka krerë institucionet të pavarura, nuk ka institucionet pavarura, ka vullnet të Edi Ramës i cili përkthehet në fund në normë, në ligj apo në vendimarrje. Pra nuk ka parlament, e keni parë janë si mekanizma ngren ulën dorën kot, as flasin, as diet nga vinë, as diet pse ikin. Pra po ti marrësh, po themi 70% e deputetëve që ikën, nuk i ka njohur njëri që janë deputet. Po të marrësh sot 90% e deputetëve që janë te Partia Socialiste, as nuk i di njëri që janë deputet apo pse kanë ardhur përveç interesit të Edi Ramës. Nuk ka institucione demokratike në parti, pra i kontrollojnë që të gjitha vetë Partinë Socialiste, ekzekutivi po s'ke thua fare se është mysybet, gjyqësorin e ka në kontroll, institucionet e tjera të pavarura, të krijuara me kushtetut dhe me ligj, nëse flet Edi Rama, ato smuren, jo me që marrin vendimarrje. Kështu që ky është problemi kryesor që ka Shqipëria, nuk ka sundim të ligjit, po ka sundim të Ramiqit, nuk ka shtetës së drejtës, po ka shtetës së pa drejtës, dhe e drejta vendoset nga humori i Edi Ramës. Kështu që në cilët prej grup kapitujve ka avancuar Shqipëria realisht, nëse do ta kishim po themi një test apo një provim real, se nëse do të Shqipëria dhe do të jetë mirëpritur dhe ne kemi mbështetur si opozitë gjithkohon, gjitha nismat që kanë bënë me Bashkimin Evropian, por nëse do të jetë për shkak po themi të një vendimarrje për geopolitike apo strategjike që Shqipëria duhet të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, kjo është e mirëpritur, po për meritë e Edi Ramës janë këto që sapo diskutuam edhe sapo i pasqyronte një raport i cili nuk ka ndikimin e opozitës.